Duhet ta shfrytëzojmë këtë ditë për të dërguar një mesazh të qartë politik, po antarësimit në BE, por jo kushteve dypaleshe dhe po garancive nga Këshilli Evropian. Kështu ka deklaruar kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në Akademinë Ceremoniale në Prilep në shënimin e 11 tetorit. Ai tha se Këshilli Evropian duhet të garantojë se s'ka më veto dhe pengesa për shkak të çështjeve dypaleshe. Duhet të shfrytëzojmë këtë ditë për të dërguar një mesazh të qartë politik. Po antarësimit në Bashkimin Evropian, jemi të vetëdijshëm se ajo rrugë nuk ishte e drejtë për ne dhe nuk do të jetë e drejtë, por jo kushteve dypaleshe dhe po garancive nga Këshilli Evropian, i cili duhet ta bëjë këtë nëse vërtet dëshiron ta shohë këtë vend të vogël që ka treguar shumë herë në histori se vendi i tij është së bashku me ta në Bashkësinë e Kombeve Evropiane. Mickoski theksoi se pengesa jone madhe në rrugën drejt BE-s është problemi me fqinjen ton lindor dhe ashtu quajturi propozim francez, që e pranoi vetë qeveria e mëparshme. Tani kjo është pengesa që duhet të hiqet. Por të mos harrojmë një hipokrizi të madhe që mund të shihet në faktin se të njëjtët njerëz që na bindën se nuk ka asgjë më të mirë se ai propozim dhe se identiteti po mbrohet, tani po përpiqen përmes një manovre politike të vizatojnë disa vija të kuqe që duhet të na mbrojnë nga propozimi që ata në mënyrë ignorante, egoiste e pranuan vetë pa pyetur opozitën e atëhershme dhe qytetarët. Mickoski tha se frika dhe shqetësimi kryesor tek qytetarët është rreth pyetjes kyçese nëse ky do të jetë lëshimi i fundit dhe nëse pranimi i këtij propozimi do të jap fund serisë së lëshimeve që po bëhen vazhdimisht në dëm të interesave kombëtare dhe shtetërore.